Jemi rikthyer për të vazhduar me recetën tonë të tretë. Si themi ne, treta e vërteta. Një recetë për gjithë familjen, sepse dhe paketimet nga Sallameri i saj janë paketime familjare dhe na ofrojnë një lehtësi në vaktet tona, se si ti organizojmë ato për t'i dhënë shije fantastike. Për vetë faktin që janë paketime shumë cilësore që nga ambalazhimi, ajo çka brenda kanë këto paketime, është akoma më cilësore sepse ka një pasion brenda. Një pasion prej 30 vitesh që Isai punon në fushën e Sallameris, duke na ofruar varietete nga më të ndryshme dhe duke na sjell shije në çdo tryezë në familjet tona. Paketimet familjare bëjnë më të lehtë zgjedhjen e ne konsumatorëve për të gatuar dhe për të shijuar një produkt cilësor, sepse pasioni për cilësinë është prioriteti kryesor i Isait në këto 30 vite eksperiencë, duke ruajtur traditën dhe duke shtuar më tepër pasionin për një produkt cilësor. Me këto produkte do të përgatisim tani një recetë për cilën le t'i tregojmë fillimisht produktet, çfarë kemi në tryezë. Çfarë do t'i gatuajmë këto produkte të Sallameris, sallam fshati me perime dhe verë. Një filxhan, gjysmë filxhani verë të kuqe, një 800 gram nga këto produkte të sallamit, që mund të jenë edhe pikante apo të tymosura, do na thot Albana çfarë ka zgjedhur, 500 gram speca të kuqe dhe jeshile bashk, 3-4 domate, 3 thelpinj hudhër, gjysmë qepe e prerë në feta, krip, piper, rigon, spec i kuq djegës. Nëse do ta përdorim, se kemi dhe një nga, për shembull, sallami sakson është sallam pikant. Nëse do të zgjedhim saksonin, do ta heqim specin djegës. Shije speciale të sallamit të fshatit, apo do doja varietetet e shportës tonë. Do doja të dyja t'i përdorja. Bëjmë një gëshetim, bukuri. Bëjmë gati specat, qepët. Unë nuk do të shtoj djegës, do marrë dhe pjesën tjetër të sallamit. Super. Shikoja. Kanë një shije speciale. Gjithmonë zgjedhim për tryezën tonë produkte që kanë një cilësi të lartë dhe që të kemi mundësi ta konsumojmë këtë recetë gjithë familja. Edhe të sallamin tjetër, Niki, sepse fillimisht unë duhet të pres. Ka menduar kompania e saj që paketimet jenë ekonomike dhe familjare në mënyrë që të kemi mundësi të zgjedhim, edhe nëse duam të provojmë varietetet e ndryshme të shijeve. Janë paketime të vogla, ekonomike, me një peshë të konsiderueshme dhe të përballueshme për vaktet që do të zgjedhim. Tani Albana po përgatit 2 lloje. Lloj sakson, pikant, varietetin e sallamit sakson. Pra, do t'i pres. Dhe për kënaqësinë e tryezës tonë, ja, kombinojmë 2 shije. Këto fundore gjithmonë i kaloj, kur më duhen, i mshillemi me mbran dhe kam një recetë tjetër, qoftet palacinka, sepse kam palacinka në një recetë që kështu. Ja. I lë që të skuqen. Të skuqen dhe të lëshojnë ato aromat e mira. Për kapakun. Dhe me këtë talier mbaruam punë. Mbaroj punë. Dhe jam me tjetrën. Pra kemi tani punë me perimet, me domatinat, me qepët të prera në feta, me specat të kuq dhe jeshil që i kemi kombinuar bashk për t'i dhënë atë shijen gjithë gatimit. Qepët i kam në gjysmë hënë, si që shikone. Kam specat, pra është grupi tjetër. Po. Veç është një kombinim. Jam të ndara. Dhe pasi të jenë gatuar, skuqur, zbukur, lëshuar aromat nga sallamet që vendosëm në tigan, tek ato vajrat aromat që ato kanë lëshuar, do vendosen edhe
perimet apo jo, që të marrin dhe një aromë të mirë. Për gjysën, se këtyre s'ke si që i pret, përse zgjidh domatinin, sepse ka shumë shije, se domatja tjetër, ose fruti tjetër, perimi tjetër, se si të doni ju. Unë vetë këtë domatja është frut apo perim, unë e them vazhdimisht që unë pomodorin e quaj frut. Po dhe është frut, po konsumohet si perime. Pa. Domatja I është shkon frut. shumë mirë me... Janë shumë të mira, tani janë dhe Të domatet e tjera kaluara në zgar, sezonit rozmarin, shumë e mirë. qepa, sikur thjesht asë lloj perime tjetër të kemi, kanë super shije. Me pakës djath, apo ato mezet me produktet e isajt. Një meze, pak djath, qep, domate, speca. Prandaj thash që aroma kemi zgjedhje për çdo vakt. Tani edhe për drekën, edhe për mëngjeset, po tek domatinat, nëse do të ndaleshit dhe do t'i konsumonit shumë, të them shumë për ditë, edhe domatet e kuqe, sepse tani kanë filluar edhe t'i sjellin fermerët tanë për produktet e vendit, dhe për shkak të klimës së ngrohtë. Përbërësi kryesor i këtyre domateve që kanë dhe formën e zemrës, është likopeni që ndihmon shumë mirë në funksionimin optimal të zemrës. Pra, sa më shumë domate, aq më zemër të fortë do të keni. Qa the? Jo dhe më qepën tani, zbutet dhe aroma që ndjejmë këtu është ndjellëse, shumë ndjellëse. Do kemi kujdes të kripa, ju që përdorni këtë lloj sallami. Në sallamin tjetër nuk është problem, mjafton? Ja. Një prekje e lehtë. Më pëlqen në fetëza Udhrat. Dhe të jem paksa, jo në fetëza të holla, të jem të dukshme. Do shkojmë për shtatë edhe me pjesën tjetër, siç është prerjet kafshatëzat e sallamëve dhe perimeve tjera. Për t'i shuar unë, pra vetëm një e tillë kështu. Si kurse, do të shtoj edhe salsën. Parti dhe në atë ngjyrën e këndshme. Ja. Nuk kam nevojë fare të masë gramaturën. Ju e dini shumë mirë. Është salsa që kemi punuar për gjatë javës, kështu që do ta shfrytëzojmë deri në fund. I mbuluam me salcë copat e sallamit. T'i lëm tani që të zbutet, edhe me verën që shtuam. I shtojmë edhe specat, se edhe 5 minutat e fundit që na kanë mbetur, duam që ta shohin zonjat. Do të shtoj të gjithë masën të specave. E specave, të gjithë masën, ja këtu. Tomatet në fund, se aq pak ju duhet. Po, edhe specat e domatja më duhet aq, sepse unë nuk dua që të bëhet al dente. Të ndihet shija e specit. Këtu, bukuri. Shtoj në fund. Edhe pjesën e domateve. Pjesën e domates. Dhe ja, kjo ishte receta jonë e veçantë e shishme shpejt në tigan me ngjyra po ashtu. Ti bëjmë dhe një përsëritje se çfarë përdorëm për këtë recetë të shpejt. Një gatim me sallam fshati dhe me perime të shuar me verë. 800 gram sallam, pak verë të kuqe, speca të kuq dhe jeshil, 3-4 domate, thelpin hudhër 3, një qepe prerë ose gjysmë qepe prerë në feta, krip piper rigon, dhe speci kuq djegës, gjithmonë nëse nuk zgjidhni një sallam pikantë, që të mos ja shtoni më shumë dozën e specit djegës. Dhe tani në tryez, nga solli albana, ëmbëlsirën me oriz dhe me çokoladë, me qumësh gjithashtu, speciale.
Në kanalin ton në YouTube, Reze Dielli, me detajet për recetën, me foton për kace. Shifeni pak mishin, është marinuar shumë mirë, ka një aromë fantastike, por do të marrja të faqen, kështu që do ta lëmë edhe pak. Largohet edhe rozmarina. Po, do ta spërkasim që të piqet mishin në rehatin e vet. Dhe lakrishtet që nuk do ta humbasin ngjyrën deri në fund fare, e po ashtu edhe